përpiqemi t'i kalojmë të gjitha ato elementet e gëzimit dhe të hidhërimit. Meqense patëm një çast emocionues, dramatik, do doja të bëja edhe një pyetje tjetër. Përveç momenteve të hidhura, përveç trishtimeve apo dëshpërimeve të jetës, jeta e thjeshtë, jeta jetuar në natyrë, me atë mjedisin e thjeshtë, me ato kushtet e thjeshta të jetesës, ka falur dhe atë gëzimin e çobanit që i binte fyllit, apo gëzimin e dashurisë për një vashës të bukur, për një shami që luan erë apo diçka tjetër. Dua të di sa është ruajtur apo sa ka ardhur tek brezi juaj kjo këngë e bukur apo ky mjedis i bukur bariton, ky peizazh i pastër i jetës së kulluar, jetës baritone, i një jetë të thjeshtë pa këto komplekset e kësaj kohe sotme, e cila rend dhe vrapon pothuajse me milimetra, me kronometra, me një kohë të jashtëzakonshme. A kemi ndonjë element të paktën më shumë i dëshiruar jam edhe për faktin se dua ato këngët e brezave, ato këngët që janë të vjetra, apo diçka tjetër që ka ardhur tek juve përmes brezave të kaluar. A kemi ndonjë Fatmir? Po, siç e the ti, edhe ne kemi përgatitur edhe këngën sepse siç e thamë që më para, kjo është një sofër e cila tregon traditën, tregon ardhjën tonë, tregon zakonet, edhe si çdo trep, si çdo krahim, trep partia Allah ka fundi, ka gëzime, ka hidhërime, edhe këndojmë edhe ka edhe këngë vaj, ka edhe këngë gëzimi, ka këngë tasmash, edhe për të që folë që këmë para, edhe ne kemi këtë këngë. Edhe cili është një këngë? është një këngë që e këndon Xhafer Tonë. Dhe mund ta dëgjoj. Po, për çfarë flet? Do doja që ta bëja prezente edhe tek shikuesit. Po, kjo flet është një këngë paritore që i përshtatet ahengut, i përshtatet sofrës. Është një këngë e gëzuar sofrë, i përshtatet sofrës. Një këngë harmonike, harmonike. Në të parë të. A shkënduar nga brezat e parë? Nga brezat tanë, nga parasit tanë, e tëllë është këngë e kënduar. Ju e keni dëgjuar, e keni... Unë e kam dëgjuar se kam patur vetë babajnë. Që e nërë këtë këngë. Si që këndoj unë sot tu, këndon dhe i ma. Atëherë do kemi kënaqësi sepse është një histori brezësh, është këngë brezësh. Folna moj se në vanë qënte, folna moj.
Hajde lumë doja. Të me dagëzosh dhe te shiflet shumë sot. Atëherë, shikues të nderuar, ashtu siç e cituam edhe pak më parë, emocionet në një sofër të bukur janë të lëvizshme. Cilësisht ne e vlerësojmë këngën polifonike si një pasuri të luajtshme. Pasuri e luajtshme për vetë faktin sepse ajo transformohet, ndryshon, merr forma të reja. Në rastin konkret u këndua një këngë e ardhur nga brezat dhe sigurisht ka elementet individuale të kënduarit, por ka edhe atë aspektin historik i cili ka ardhur brez pas brezi. Kuptohet që atmosfera në këtë tavolinë, në këtë sofër të bukur ndryshoi nga kjo këngë e gëzuar. Dhe sigurisht mua më vjen ndërmend një nga momentet më të bukura të familjes shqiptare. Një nga çastet më të bukura të familjes shqiptare është pikërisht dasma, gëzimi, kur vajza bëhet nuse dhe djali bëhet dhëmbër. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për jetën tonë. A mundemi që të themi diçka rreth traditës së zonës së Llakatundit, rreth traditës së zonës tuaj për këtë ceremoni të jashtëzakonshme, për ritualet që kemi gjatë një ceremonie martesore, por sigurisht ne çdo ritual apo çdo aspekt i jetës mund ta pasqyrojmë shumë mirë në këngën folklorike. Profesor, si ku do në mbar këngën tonë, në Shqipëri, edhe Llakatundi ka ritualet e saj, të cilat janë zbatuar me fanatizmin më të madh. Kupton? Gëzimi më i madh i dasmës është pikërisht atëherë kur vjen nusja. Dhe shkulmi i dasmës. Janë ato ritualet, jo mbretëresha e dasmës. E kupton, si ku do, edhe në Llakatund ky ritual është zbatuar dhe shkulmi i gëzimit si dy i djetë pranishme që janë atë gosi, po edhe dy kupton i çiftit që realizohet kjo. Dhe kjo vazhdon edhe ditën sot. Dhe do të vazhdojë kupton kjo traditë vazhdojë kupton edhe në vazhdimsi, sepse ka vlera të jashtëzakonshme. Urdhë, platformë. Nga kujtesa ime, nga që kam lexuar, një ritual shqiptar është i tillë që kur vite nusja dhe liste shkallën, apo futesh në bora, futesh në shtëpi, shqile i oris, dhe bresht e kam. Dhe ne po, partë unë në kujtesën time, në asin. Çfarë ka pasur të veçantë me këtë zot? Do të thonë sigurisht edhe ajo shpërndarja e ushqimit për gjithë njerëzit. Nuk jam të veçantë, më kam të tillë që një rit i tillë kaq i jetë gjatë, kaq shtrirë, kaq gjërë dhe geografike, dhe historike, dhe kohore, është i pranë që pa gjithë pranë të ne. Në të tre, kaq. Kjo është e mundur, që e ruaj. Shqiptare, është dita gjështë, themun, sa kam lexuar, mos jemi saktë. Po se gjën do, as të Gjermanë që kanë një tradit, as të Italianëve që do, të Albrecht Itali e gjën, të Llakatund e gjën, në Labri e gjën, në Kukës e gjën, në Shkodër e gjën, pra shqiptarët e kanë. Dhe ne, themun e ruajmë, dhe kemi shprehur, deri do kohë shprehur. Tani nuk e ruaj dot, nuk e shpreh dot më si qëndron. Pra, është një gjë bukur kaq. Mirë, ajo që unë doja, do të thonë të filloja pak temën e bisedës, është pikërisht fakti sepse kjo ceremoni kaq e bukur është e pasur, mos e mund të themi që është një nga momentet më të pasura me këngë dhe me harmoni muzikore. Në një dasëm apo në një ceremoni të tillë gëzimi në një familje shqiptare këndohen këngë të llojeve të ndryshme. Qofshin këto që nga tematikat e dashurisë, por edhe këngët e vajit, këngët e kurbetit, migrimit, por edhe këngë për figurat historike. Unë pa diskutim do doja të kaluaj në një tjetër moment. Nuk mund të identifikohemi në zonën e Lavërisë pa një figurë të rëndësishme siç është ajo e Ismail Qemalit. Nuk e di, por ndoshta tani e kam paksa edhe për të ngacmuar grupin tuaj. Ja kemi diçka për këtë figurë të rëndësishme të politikës dhe të historisë shqiptare? Ne kemi shumë për figurën babait të kombit, Ismail Qemali. Kemi shumë tekste, shumë këngë, sepse edhe krahina jonë mori pjesë në luftën e 12-jetës, po një nga të gjitha këngët dhe tekstet do të këndojmë edhe sot. Është për Ismail Qemali. Si është tash për... Kush Marci? Marci është Hamit Hoxha. Po, edhe teksti besoj, sepse tha që jam rapsod, i krijoi, i kompozoi apo jo. Se del do të më me atë epiteti.
Lore bucură balii iugut, ce mă lulă zona ce șumă, me bregă de tin caltă roșă, sazan e caraburună. Lore bucură balii iugut, ce mă lulă zona ce șumă, me bregă de tin caltă roșă, Meșe cui che ce nu veie ca pe dane su patrămur de flamuri în combătar valdi tu șchipia în bană. Meșe cui che ce nu veie ca pe dane su patrămur de flamuri în combătar valdi Ismail ce mali vloa sușchi pone la băriso mie cărbarde mândie ho iesi bolișchi băriso Ismail ce mali vloa sușchi pone la băriso mie cărbarde Ia de dita e flamurit njoze te tonantor e festonjită Shqipëria qa më ritira në Kosovë. Ia de dita e flamurit njoze te tonantor e festonjită Shqipëria qa Momenti istoric i pavarësisë është momenti më i madh në historinë kombëtare të popullit shqiptar. Ardhja e madhit Ismail Qemalit, prej Durrësit deri në Urën e Mifolit, ku prezent kanë qenë dhe fshatarë të zonës sonë, të cilët e kanë pritur Ismail Qemalit. Prej andej e shoqëron deri në Vlorë. Dhe midis tyre ka qenë figura historike për cilën krenohemi ne të gjithë, burizani i tij, Isuf Hamidi, i cili ka vlera historike. Për ne dhe ne krenohemi për një bashkëtari ton, i cili ka vlera të jashtëzakonshme. Për sa i përket këtij momenti të madh historik, i cili të cilin e shoqëron dhe bashkëta të tjerë. Dhe për këtë kupton kjo është e pamoshme nga askush, është një fakt historik. Ju falenderoj. Sigurisht kënga për figurën e ndritur të Ismail Qemalit është emocionuese, pak a shumë të gjithë në shqiptarët kemi një nocion të thellë të patriotizmit, kemi një ndjenjë të thellë nacionaliste dhe respektivisht identifikohemi me këtë figurë kombëtare. Ashtu siç u cilësua dhe nga vargjet e këngës, vetë figura e lartë e këtij babai të kombit e bën këngën të bukur sepse lartëson atë ndjenjë të thellë shpirtërore të identitetit një kombi. Por meqense jemi në folklor dhe unë pak nga pak e shoh që minutat e emisionit tonë konsumohen, do doja të kaloj në një tjetër moment të rëndësishëm të mbylljes së këtij aktiviteti. Doja të cilësoja përmes grupit tuaj. Kënga folklorike, kënga polifonike ndoshta këndohet nga shumë treva. E ndajmë atë në dy ndarje të mëdha apo në dy klasa të mëdha, kënga polifonike toske dhe kënga polifonike e zonës së Labërisë. Por dua të di në zonën tuaj, cila anë merr më shumë? A kemi nuancat kënduarit, sepse në karakteristikën e kënduarit polifonik është pikërisht zona e Gjirokastrës, që veçon për shembull me natyrën e shtrirë të vargjeve apo të tingujve. Është zona e Labërisë që ka një tonalitet më të fortë, ka ngjyresa më të epërme të këngës.
nuk e di ku ta profilizonit vetëm Fatmira, po si do ta cilësonit trevën tuaj në llojin e këngëve polifonike. Është e vërtet. Pyetja juaj. Zona jonë këndon në laborishte. Sepse në laborishte futet pavarësisht krahinave, siç janë të caktuara, kur veleshi lartë, kur veleshi poshtëm, edhe ne jemi një krahin në një top altia. Si që tregon që më përpar profesor, nëse vjen emërtimi i kësaj zone, i kësaj krahine. Por ne futemi, këndojme fjallë. Edhe në laborisht, edhe të gjitha këngët, paka shumë që t'i gjohet këtu, ishim të trevave tona. Por ne këndojmë edhe Gjirokastëqe, edhe lapqe të laboris, edhe të Gjirokastës. Do të kur themi këngë Gjirokastëqe, si e identifikon ti Fatmir? Në fjallë ne i vemi në fjallë i afrojemi dialektet Gjirokastës, sepse është dialekti veçantë. Dialekti Gjirokastës. Edhe ne, si levën, i afrojemi dhe i këndojmë edhe ato. Do shta kemi edhe pak afri geografike, mund ta cilësojmë diçka tjetër? Po, e vërtet. Edhe ndoshta edhe afrimi geografik, por i përshtatim në Gjirokastëqes. Ju vetë keni një përvojë të lidhur me këtë këngë Fatmir, sepse diku teksa kemi biseduar, më keni cilësuar faktin që e ke njohur X këngëtar nga afër, apo ju ka mbetur ndërmend ai këngëtari i vjetër, këngëtari i vjetër Xhevat Abdalli. Po, edhe Xhevat Abdalli, por edhe Arjan Sheushi sot, e falenderoj për gjurmën që ka lënë në polifoni. Atëherë do të këndojmë një këngë të natyre paksa të veçantë, sepse ndoshta largohet pak nga zona e laborisë, hyn te kënga polifonike lave, por ka një nuancë paksa të veçantë. Do ta harrojmë dhe atje. Dhe si të duhet kënga? Kënga ti duhet letrën që unë ka dërgova. Ti se ke lexuar. Këngë dashurie. Është këngë dashurie. Malli këngë dashurie. Mirë. Atëherë të ndjekim edhe këtë këngë e cila për larmi gjeografike të shtrirjes së këngës polifonike, për pasurinë të kësaj sofre, duke kaluar paksa në nuanca të tjera të këngës polifonike. Vazhdo. E doja marrë me të qarë, por me të kënduar.
Just cadă Pace lumina trapeza. Atëherë të nderuar shikues, është me vërtet entuziazmuese sepse kemi shumë orë në këtë sofër të bukur, në këtë fund viti dhe pranë këngës polifonike, pranë vlerave të kulturës, të historisë së një treve. Ishim me grupin e Llakatundit dhe besoj se këngët dhe emocionet që përcollën tek juve janë të bukura, janë të vërteta dhe janë me urimin gëzuar vitin e ri. Sigurisht biseda do të vazhdojnë, kënga polifonike nuk mund të ndërpritet asnjëherë, por duke qenë që minutat tona janë të konsumueshme në dispozicion të shikuesit, besoj se këtu realizuam diçka të bukur për sa i përket rizgjimit dhe rikujtesës tonë për vlerat historike të këngës polifonike dhe sigurisht vlerave historike dhe vlerave kulturore të kësaj treve. Do t'ju uroja gëzuar vitin e ri duke pasur një vit të mbarë, një vit të suksesshëm, të begat për të gjithë ju, për familjet tuaja. Nga ekrani i televizionit Apollon me grupin polifonik të Llakatundit, mirupafshim dhe gëzuar vitin e ri. Gëzuar vitin e ri. Jezuje portës mave.
e poci dono il lume